Një vollët qëto 300. Jo, burse, se s'ka dhe kur sot, s'ka dhe kur. Apo flasim, ta dëgjojmë Halilin, ma e pak zë kështu se është studje e madhe. Historia e civilizimit na mëson Albatros që popull shumë ma ngritun në çdo aspekt që na kanë ditë me gabu, në situata të dëshme. Prandaj elitat politike e bën shtetin, jo popujt. Edhe moj. Jo, ma kjo është elitizëm futja katës. Le, ma se kjo është futja katës. A ke tu me na fyë që kënjeri këtu apo me debatu këtë? Kjo fymje. Po normal. Futkotizme, si këto si planon fjalloj debatë. Më falë, këj po lyp vetë debatë. Edhe këne po thëtë futkotizm. Albatros, me pak respekt. Unë edhe fusaj me fërë. Ndaj zotëris. Unë e kam alergji ndaj qasër elitiste që një 5 vetë që rrinë që mendojnë që janë ma të menqur se kaj tjerë duhet në udhë. Ej, është për mbys kërën shushnora. Ska lidhe me qasë. Si me paske unë në shefin e befes. Unë e shumë kërëtojnë një Por partije. elitat kanë udheq shoqni. Nuk do të më udheq Qoftë elitat publike apo jo mileti udheq. Ka mileti me partije. Po kjo është politiko këshëve. Kjo është teori osmonike. Mileti është definicioni osmonlive. Për moment. Jo, a që është të dyre me sjelltash, apo? Jo, këtu me sjelltash. A kom drejtë unë me fërën që të si zotis ati kam kërë kusht apelat. Më falni. Ja, pa nuk shkanë kështu. Matoshi, Me punje këtu me fyë, kushtrim, vërë nuk të kemi. Absolutisht. Matoshi, mos të ndalemi tek fymjet, të lutëm. Pa e në ardhë A fyta unë e dikon. Jo, se fyje, po mos ndalemi. Halil, fe Osmani. Telmi milet. Lene ta dëgjojmë Matoshi. Nëse nuk o definicioni termi millet, do më onë termi osmonlive, me shka dush lidhmi. Po, osmanisht, edhe osmanisht. Unë e besoj.